me një zotëri shumë nderuar, komentator të mirë njohur të sportit e gazetar, zotin Dritan Shako Hoxha, të cilët i them mirë mbrëma nga distanca. Dritan, mirë mbrëma nga Prishtina, edhe të falenderit shumë që jetë direkt me neve nga Tirana, në një rrethan jo shumë. Po, falenderit shumë. Edhe Bilbyli po të përshëndet nga studio e Politikos. Në një moment që jo shumë të rahatshëm, në një moment të sikletshëm, unë e kam quajtur temën lufta e heshtur Kosovë-Shqipëri, sepse nuk është rasti i parë. A është duke ndodhur një luftë e heshtur në të vërtetë, si e sheh ti, Dritan? Po, unë se shoh, nuk e shoh si të shumë keq, që ta them se po tash luftë realisht, ato më shoh fare si problematike e gjithë. Pse? Tjetër problematik. Në këtë vështirësim, nuk mendoj që do të kush në trajner apo njerëz me interesa ta mund të kenë mendime të tilla. Unë kam një mendim pak ndryshe. Unë mendoj që çdo njeri mund të bëjë ditët e veta, askush nuk duhet që të detyrohet nga dikush tjetër për të ketë drejtim. Nuk mendoj që është futbollist ndar në tradhtar apo besnik, po futbollist ndar në profesionist të amatorë. Po. Unë mund të them në fakt shumë minës që të janë pasionet momentit, pak e shumë, si të dhe, kur Luisi kontrolli nga Barcelona shkujt e radio, e përshëtene i shumë edhe se si të janë pasionet i poterie, po në fund fare, për fatë të në tim, jari duan me paretën e eshit. Dhe përse një për shqiptar, si për shqiptar, si për shqiptar, pra për shqiptar. Me gjitha të, Shako Hoxha, me gjitha të... Si një dojë që ofta i imponoj armë dhe jetës të tjeri. Me gjitha të tani janë dy... Shako Hoxha, me gjitha të tani janë dy ekipe, edhe e dim se situata ka qenë delikate, duke e ditur ndihmesën në njërën në tjetërën palë. Nuk është shumë e lehtë një kapiten i kombëtarës ta ndryshoj drejtimin, edhe nuk është shumë e lehtë duket edhe nga përfaqësuesit e federatës për ta lejuar që të ndodhë një gjë e tillë.